që bota është e jona, ku më leti shpresën në gënjeti, ama ne kujtim që se harova, me të vërtet s'kam fajr, ti e din, din ti, që më këllon pikë zëmër, nuk e pishmon, e shpirti. Mirë mbrëma dhe mirë që na erdhe në emisionin e ri Fale mas hesht. Sonte du me fol për një rast. Kemi pas një banes, vishin atëherë musafir, na vizitojshin shqiptarët pej vene tjera, edhe ka qenë një djalë, kanë shumë i madhë se unë, e ka desht hip-hopin shumë. I vesh kema icat një 2-3 numra më të mdhaja i ka pas, edhe shaminën gjithke, u kanë shumë tripat hip-hopit. Edhe e pata vetë, pse po veshësh kështu, a më thëj ke jam gangster, qashtu e majnë men, kështu ka qenë djalë shumë i talenton. Po nese, na u rritëm edhe na ka ndaj jeta, çdo kush e ka pas atë jetën e vet. Kalum vitet, unë kur i kom pas një 18 vjet, nivelin goxha të nalt sa i përket produksioneve të hip-hopit, domethënë më ka kontaktu. Edhe më tha, ej, respekt që ke vazhdu me muzikë, po më vjen shumë mirë, edhe ko ke shumë i talentuar. Kisha pas shumë dëshirë me bashkëpunu me ty, kështu hinum apet në kontakt. Atëherë përmes Facebookut, po kam shumë qef me bo një album, edhe mi qoj do kong, ja qova do bita, dikurën e mora telefonin e ri, edhe erdhë nata,